Noe, nuk kam dëgjuar kur histori të tilla në jetën time. Pse do të kërkonte Perëndia të ndërtojë një ark të madhe këtu në shkret të tjerë? Ne nuk kemi parë kur shiu në jetën tonë dhe ti po thua që po pres një përmbytje. Qetëso o Zilla dhe dëgjo. Perëndia tha, Fillove prapë ti të flasësh për Perëndin. por është e vërtet. Ti e ke parë se sa mizor dhe të pas skrupullt janë bërë të gjithë. Kur djemt ishin të vegjël, ti nuk u andaje syt. Dhe ende i mëson ata që të ndjekin Perëndin, me qëllim që të mos futen në telashe me miqtë e tyre. Po, është e vërtet. Duke qenë se bota jonë është bërë kaq e keqe, Perëndia ka në plan të shkatërrojë atë me një përmbytje. Por familja jonë do të shpëtojë. Arka e madhe do të na mbrojë gjatë përmbytjes.